përfaqëson mirë. Po, drejtë juja. Po na pak për referona fjalës tone. Ma hershëm. S'kate. Ismet, ndëgjova më kujdes pare. Tha në fillim se partitë opozitare, legislaturën e kalum, rreth 50 apo 70 ligje, kanë dhonë besim. A mendon që është gabim, a kanë bërë drejt. Tha që kur zgjedh kryeprokurori i shtetit, edhe këtu në këtë sallë ka pas guzhmim. Ku ju referove, zoti ministër? Në kanë aludove, edhe nëse ti nuk je përzi, ka i more këto informata. Në pëlqeve kur the i kem ndërzu 18 rekomandime dhe ato nuk janë pranuar dhe do të isha njeri më i lumtur nëse kjo gjykatë nuk ka lënë për gjykatën speciale. A je të folë në emër të qeverisë apo personale, se në dhënë që dallim më që mi bo. Është në dorën tuaj se si do të vendosni. Nësa unë jam i vedeshëm, edhe nëse më ka jetoj në Kosovë dhe për i besojmë ty në transmitime drejt për drejt, ase zakonisht portale ma pak, ju jeni të ju lutë, të i bo apel, jo vetëm deputetëve të pozitës, që i keni shumicë, po kërkoni edhe nga deputetët e opozitës, si shta dhe zoti Hajdar Beqa, për mi dhonë besim. Ndërsa, para pak minutash ju thatë, do të isha njëri më i lumtur nëse kjo gjykatë nuk votohet. Dhe sa për këtë mua, unë jam i gatshëm qysh sot edhe me çdo çmim në u përgjigj për këtë temë. Do të thotë, këtu ka një kontradikt. Është vërtet që janë bërë punë mëdha, edhe pakut ligjore të cilat i thatë mbi 70 ligje edhe ato është infrastrukturë ligjore në bazë mirë ligjore. Shpresoj që edhe ato që i tha kryeministri do t'jenë perspektivë. Edhe na si opozit, i gëzohem lajmet të mira në Kosovë, të arriturave cilat i arrit qeveria Kosovës, sepse në fundit na tonë jetojmë shtu në Kosovë. Por nuk duhet i buzëqeshim të këqijave që po na ndodhin. Dhe askush mos tenton me paraqit se gjykata speciale është mirën e Kosovës. Është absolut e pa drejt, nuk është mirën e Kosovës. Në rast se na kemi kriju ligje për amnestinë e pjesëtarëve të veriut, të cilët na i kanë ndjek pikat e kufinit, si që nga e mirë atër na të kryojmë kushte të reja juridike jashtë Kosovës për të gjyku pjesëtarët e UÇK-s. Mendoj që ju jeni të vetëdijshëm për këtë punë. Natyrisht se presioni ndërkombëtar është krejt e vërtet, dhe na nuk ta bëjmë me gisht vetëm ty, por ju jeni titullari i parë i negociatave të kësaj fushë. Për këtë arsye, edhe një herë po them, shumë do kisha lutur qëndrimin parë, apo të personal apo folën në emër të qeverisë. Faleminderit.